Një personazh i diskutueshëm i identifikuar si Ron Jefet rezulton të ketë akses në nivelet më të larta të pushtetit, ndërsa sipas denoncimeve dhe të dhënave të publikuara, ai qëndron në vila qeveritare në zonën e ish-bllokut dhe prezantohet si ndërmjetës me ndikim në vendimarrje. Sipas burimeve, Jefet është shpallur non grata në disa vende dhe rezulton në hetim në juridiksione të ndryshme. Përfshirë dyshime për mashtrim dhe përfshirje në aktivitete të lidhura me industrinë e armëve. Në Shqipëri, ai dyshohet se operon si sekser për përfitimin e kontratave shtetërore, pronave publike dhe statuseve të investitorëve strategjik, duke ndërmjetësuar për një rrjet biznesmenësh vendas dhe të huaj. Disa biznesmenë shqiptar pretendojnë se janë mashtruar me miliona euro, pasi u janë premtuar tendera, leje ndërtimi dhe koncesione përmes lidhjeve të supozuara me pushtetin. Emri Jefet lidhet me një rrjet kompanish në fusha të ndryshme, nga industria e armëve dhe energjia deri te call centerat, të cilat sipas hetimeve ndërkombëtare dyshohet se kanë përfituar përmes skemave mashtruese ndaj qytetarëve evropian. Në një rast të veçantë, ai rezulton i përfshirë në një transakcion të dyshim për blerjen e aksioneve të një kompanie shqiptare për një vlerë simbolike, e cila më pas u përfshi në një projekt të përbashkët me një kompani shtetërore në sektorin e mbrojtjes. Ky projekt lidhet me krijimin e një strukture që synon furnizimin e institucioneve të sigurisë me automjete të specializuara, një treg me vlerë të konsiderueshme financiare. Paralelisht në nivel ndërkombëtar, Jefet rezulton të jetë hetuar për marrëveshje të dyshimta për përvetësim prona shtetërore, ndërsa tentativa të ngjashme janë raportuar edhe në Shqipëri, përfshirë projekte mbi prona publike dhe territor diplomatik. Rasti ngre pikpyetje serioze mbi rolin e ndërmjetësve informal në ekonominë dhe vendimarrjen publike, si dhe mbi kontrollin e pasurive shtetërore dhe procedurave strategjike. Deri në këtë moment nuk ka reagim zyrtar nga institucionet shqiptare lidhur me këto pretendime.